një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që jam Danja, ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe sapo kemi filluar një video të re në vitin 2026. Ndriçimi këtu ku unë jam ulur është për i brejtë të Zotit. Po hap një çik. Kam marrë këtë, sepse po lyhem, po bëhem gati, po më duket se kësaj po i bie bateria. Po bëhem gati sepse sot kemi vendosur që të dalim me Paridin. Do me thënë unë, Emreja, Paridi, edhe e dasura e Paridit. Shi si është bërë, more, shi si është bërë. O, zoti madh. Qull! Sepse ka rënë breshër, deri tani. Gati. Tani. E shikoni juve që kam veshur unë këtë fundin? Prisni, t'ja u tregoj. Këtë fundin e keni parë edhe herë tjetër. Që ka këtë motivet e tilla. Me çfarë do e kombinoj me çantën që e kam bler vjet kur isha në Stamboll. Është fiks, është i njëjti motiv, vetëm se kjo i ka pak më të mëdha, kurse e fundi i ka pak më të vogla. Arrite me majtë tash këtë unë thashë se do dilje në video ti. Ua, ky, s'përshëndet videot e mia. Përshëndetje. Përshëndetje ndjekësit e mi. Ja. Ore, e di, pse juve meshkuj që dini në videot e mia jeni gjithmonë dini negativa? Edhe ai Redioni Se na thonë neve negativa, pastaj edhe. Po se kështu pastaj del nami që jeni negativa ju. A dilin mirë aty. Sa pa arritëm ne, më në fund, kemi ardhur në Petrel. Është hera parë që unë vi në Petrel, nuk kisha ardhur ndonjëherë edhe Emreja s'kishte që ndonjëherë, apo jo e mosh? Po. Po. Tani të porositim shpejt e shpejt se na griu, edhe pastaj do ju tregojmë se çfarë do porositim, edhe mund të bëjmë edhe ndonjë xhiro këtej, ka Paridi që do shkojmë tek Alaja. Paridi na ka bërë shumë premtime për këtë udhëtim. Ne u ngritëm tani për të dalë dhe po bie breshër. Zuri një breshër i madh që t'ju them, domethënë jo kokër madh, po bie me sasi. E dëgjoni zhurmën? Harova fare t'ju tregoja që kemi ardhur këtu tek Tegu. Erdhëm për qef, kështu, pasi mbaruam drekën, domethënë. Edhe leva një pal shorts, jo, skort, leva një skort, fund pantallona, edhe një bra për palestër. Doja të merja edhe streqe, po nuk i gjeta. Emreja po shikon ndeshje, se është një ndeshje e rëndësishme Galatasaray Fenerbahçe, kush fiton kupën. Edhe është në tension. Sa po arritëm në shtëpi. Ju tregoj pak çfarë mora, edhe zjarr për të sistemuar, për të pastruar dhe për të edituar. Fundi që ju tregova është ky këtu. I thjesht, i lezetshëm me pantallonka. Edhe ky ishte nga 30.000, e mora 20, e mora të Stradivariusi, te Bershka mora këtë bran për palestër, kështu është nga mrapa, edhe kjo ishte, tani këtu ka disa ullje me sa po shikoj, dhe unë kam qef të shikoj sa është çmimi fillestar, ju e dini. Çmimi përfundimtar është 8.000 lekë, 7.900. Një ullje ka qenë 9.900, ndërsa çmimi fillestar fare ka qenë 19.900. 20.000 lekë, domethënë. E më mirë. Okej, nga 20.000 në 8.000 mirë është. Kjo ishte dhe dita jonë sot. U kënaqëm. Po mërzitim një çik në fakt që na u prish plani për t'ikur andej, po duhet të menaxhojmë me gjërat që kemi në dorë, me gjërat që kemi vetë në kontroll. Dhe që thoni ju, unë vazhdoj ta kem akoma atë problemin që nuk po i laj edhe thaj dot rrobat, sepse nuk thahen nga e ftohta. Dhe kam parë në Instagram tek Sara Gjylbeku që kishte çuar rrobat e saj për t'i larë dhe për t'i tharë te këto shërbimet self-service që janë larje tharje rrobash. Tani, unë u futa dhe gjeta një që e ka afër shtëpisë, edhe po shkoj tani atje, mbusha valixhen me çarçafë, se këto kam me më shumë hall. Do marr edhe ilaç me vete, edhe zbutës edhe larës. Fola në telefon me atë dhe ai më tha mua është me xhetona, tha. Paguan 3.000 lekë për larjen, 2.000 lekë për tharjen. Po ti jetë kështu? Ase vrasmendje fare, o zi paguaj? Mjafton t'i laj, edhe t'i thaj, edhe të flim rahat, edhe të mbaroj me rrobat të zoti më akuze koka. Zuri prapshi.
Do të shmendim bre. Me këto robat nuk e di bre, nuk e di. Do mik mendja fare. Ju do thoni, tha budalla çka kjo? Stresojt edhe vret mendjen për larje robash. Stresojmë edhe vras mendjen se një javë nuk thaje robat. Nuk kam çfarë ju bëj. Ti fut brenda, thajen për 4-5 ditë. Ti nxjerr jashtë, thajen për një javë. Nëse merrni shtëpi me qira, nëse blini shtëpinë tuaj, pa tharse, mos e konsideroni fare. Po dëgjoni mua, se ja u vuani si puna ime. Tani unë bëra gati të dal, zuri shiu prap. Edhe jo me pika të vogla, se unë e kisha bërë në plan që do dilja pavarësisht se binte prap shi. Do dilja me çadër, se bini pika të vogla. Zuri tani rëke. You're gone now, will you call me back? Yeah, I know that, yeah, I know that. You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Shikoni pak valigjen time. Sa qull është bërë. Inshallah nuk janë lagur këto brenda. Ka filluar pak të lagit. T'ju flas pak për atë shërbimin aty. Larja besoj ishte okej. Edhe pse qa pres të ndodh për 25 minuta. Tharja, unë shtova edhe 10 minuta të tjera, shtova edhe 1.000 lekë të tjera. Sepse ishte larja 3.000 lekë edhe tharja ishte 2.000 lekë. Nëse shtoj 10 minuta të tjera për tharjen ishte 3.000 lekë. Edhe nuk jam tharë totalisht. Që unë prisja që t'ishin tharë tamam. Gjithsesi unë do i hap tani këtu tek tarsja që kam këtu brenda në shtëpi, varsja. Do t'i vendos poshtë kondicionerit edhe të shpresoj që të paktën një set çarçafësh që janë për t'i vendosur unë sot, të thahen. Ndërkohë, do shikoj Big Brotherin. Kam shumë emocione. Jo emocione të mira, emocione negative. Nuk e di pse, po sot jam mbushur shumë, jam ndjerë shumë keq emocionalisht. Nuk është se kam tikuar diçka jashtme, sepse të them të drejtën kalova shumë bukur sot me Paridin edhe të dashurën e vet, edhe me Emrin. U kënaqem, pastaj erdha në shtëpi. U acarova prej çarçafëve që ju thash, prej robave që janë akoma mal për t'u larë për t'u tharë. Pastaj erdha në shtëpi dhe u ndikova pak edhe nga fakti që valigja u bë qull. Edhe me shumë mundësi do më duhet ta hedh, edhe po mendoja këtë gjë. Valigja u bë për të hedhur. Çarçafët u lanë, po nuk u thanë, dhe nuk u bë ajo që unë prisja dhe që doja. Lekët u paguan, dhe për qarë, që të humbas akoma më shumë lekë, sepse do vetë do ble valigje tjetër, sa ajo tani nuk bëhet me, ajo është bërë keq, ka patur probleme më përpara, tani do zerë myk se nuk do thahet. Fillova po qaja, u e në qikë së qari. Edhe tani është ora 12:10 Emria iku për të fjetur në fakt. Unë porosita për të ngrënë nga hepsi dhe porosin ma solli një indian. Dhe u preka prap, sepse po qaj edhe u mërzita. Pse? Sepse nuk kam la robat. Nuk kam patur mundësi që t'i laj edhe t'i thaj. Kur ndërkohë ai është ora 12:10, edhe po punon në shi, ka lënë familjen e vet aty ku e ka lënë, që të vi të ketë një jetë më të mirë edhe po punon në gjithë të ftohtë. Dhe tani më vjen akoma më shumë inat që po tregojmë kështu sikur nuk po i vlerësoj ato që kam në jetë, nëse më kuptoni. Zoti ma, ora 12 edhe unë qaj këtu. Duhet jemi më vlerësues, mendoj, ndaj gjërave që kemi. Pavarësisht se edhe dje bëm këtë muhabet me Emren, se filloi një shi tmerr i madh mbrëm. Edhe i thash, duhet të falenderojmë Zotin që kemi një çatim i kokë, që bëjmë jetë relativisht të mirë, të gjitha tekat që kemi nga plotësohen, fal punës tonë,
fal mbështetjes së prindërve, po gjithsesi unë nuk e di. Kjo javë që më së muri më ndikoi shumë, sepse më prishi atë rutinën time. Ju e dini që unë nga e hënën të premte jam në punë 9:05:30, të shtunë ose të premte në darkë e kuros gjithë rrobat e javës që janë larë, janë tharë. Pastaj të shtunë bëj gjithë punët e shtëpisë, edhe të diel ri rehat ose ri të shtunë rehat edhe të diel bëj punët e shtëpisë. Tani do filloj edhe palestrën, edhe do kem edhe një angazhim më tepër. Edhe këto ndryshimit, këto kohët e fundit që kur kanë filluar nuk i mirëpres aq. Gjithsesi që të mos filloj të qaj prapun, të ha bukë edhe të vazhdoj të e kuros. Kam akoma shumë rroba për të e kurosur, janë të merë shumë rroba për t'u larë. Kjo gjendja e rrobave të palara, o zoti masi më ka shkalluar nga ato të kokës, realisht, më ka bërë shumë keq. Duhet t'i thras mendjes. Ajo që doja prap t'ju thoja është që vlerësoni gjërat që keni, vlerësoni shëndetin, vlerësoni familjen, prindrit, motra, vëllezër, vlerësoni veshjet që keni. Sepse një ditë kur erdhi Aleksia këte po shikonim një video nga një youtuber e huaj, edhe ajo kishte marrë dëshira, do me thënë një listë me gjëra që kërkonin fëmijët. Dhe ishin fëmijë nga 7 vjeç, nga 9 vjeç, dhe nuk kërkonin lodra apo kukulla, po kërkonin rroba dimri. Kërkonin një xhup, kërkonin çizma që të rinin ngrohtë. Çfarë ka gjetur? Këto kohët e fundit do me thënë jam bërë shumë kështu. Edhe nga fakti që po kërkoj shumë nga vetja dhe më duket sikur po bëm si babzi. Nuk jam e perioda sepse sa po i kalova. Që mos thoni po kjo ka shkalluar se po i lëvizin hormonet. Nejse, mos ta zjat më shumë se do ha bukë dhe do vazhdoj akoma te kuros rrobat. Jeni falenderues për gjërat që keni. Kaq doja të thoja. Ora 2:10. Ka kaluar 2 orë që nga hera e fundit që folëm bashk, që ula të haja, dhe unë sapo mbarova së hekurosuri të gjitha rrobat. Tani t'ju tregoj një realitet, një të vërtet që nuk e kam treguar asnjëherë më përpara në kanalin tim. Nuk e di pse sot vendosa që të jem shumë reale me ju. Ndoshta për t'ju treguar që nuk jeni vetëm, edhe ju që po kaloni situata të tilla, si puna ime sot. Ndoshta edhe për të ngushëlluar edhe pak veten nga njëra anë, që nuk jam as unë vetëm, po ka edhe persona të tjerë që ndihen kështu si puna ime. T'ju tregoj pak gjendjen e shtëpisë. Ju e keni parë përgjithsisht që unë shtëpinë e mbaj pastër, mundohem që ta mbaj shumë pastër. Gjendja aktuale e shtëpisë time është kjo. Këtu kemi gjithë këto paketime të ushqimeve që kemi porositur, kemi ngrënë jashtë gjatë gjithë kësaj jave. Këtu kemi rrobat që sapo e kurosa, aty është qesja e hipsit që unë hëngra. Këtu është tavolina rrëmuj që mua normalisht më bën me dhimbje koke, më shfazon kjo situata. E gjithë situata në fakt, po kjo përgjithsisht. Ato do t'i marrë do t'i hedh në tualet. Këtej pastaj kemi çarçafët të nder, sepse nuk u than plotësisht siç u thash. Rrobat e hekurosura, rrëmuja ndej prap, pufat prap me rroba, edhe atje është një çarçaf tjetër që duhet ta hap. Edhe këtu janë rrobat që i kam hekurosur edhe i kam për të vendosur në kremastar. Edhe kjo është situata e sallonit dhe kuzhinës. Do shkojmë t'ju tregoj pak dhe tualetin për të parë gjendjen katastrofike dhe të kuptoni pse unë shfazova sot prap. Kjo është gjendja e tualetit. Këto janë kutitë e çarçafëve të rinj që bleva para ca ditësh. Qesja e çarçafëve që më kishte dërguar mami. Por kjo është e gjithë arsyeja pse unë kam arritur në pikën që kam arritur. Dhe nuk është çështja që unë nuk laj rroba apo unë nuk pastroj. Është e gjitha, siç ju thash, sepse nuk po ja dal dot me të larë dhe me të hekurosur. Tani më duhet të fles se kam një dhimbje mesi, nuk e keni idenë, dhe nesër në orën 12:30 kam lënë takim tek Hana për të rregulluar vetullat, se janë bërë
në gjendje katastrofike. The next day. Hello, mirëmëngjes. Era të rregulloj vetëm më në fund. Hello. Mirë se të gjeta. Mirë se na. U bëm gati. Ana do më bësh femër prap? Patjetër. Si gjithmonë, se unë këtu vi burr edhe dal femër. Bravo. Se pa vesullat bukura s'ka jetë bukur. Shikojni pak, ti kisha kaq të trasha. Bukur do ishte? Si mendoni ju? Mendoj që të shkojnë, se kene ngjyrën e syve shumë të bukura. Oh, faleminderit. Kështu që pasi ti heqim ti fshim dhe i shohim tamam. Edhe Hana e di që unë i bëj vetullat, i mbaj gjithmonë të trasha, edhe mi nxjerr. I kemi trash, i kena bot Po, ujë, shumë bukur. Si kena pas pak holla. Është e vërtetë. Më kam ardhur unë në fillim fare, ka Me qenë fjet vetulla. vockën. Jo, pak me trash, se e dramatizum. Jo aq si në vitet 80, nuk ka qenë aq. Jo. Po ka qenë Vitet holl për mua. 95 plus. Ka qenë shumë e holl për mua, se ma kishin shkatruar. Edhe Hana e solli në vetë. Sa vite u bën? 3 vite më duket, Për 4 më. apo 4. 4 për Duhet ta virtun. ha. Që tek tjetra. Që të tjetra, po. Pse i bëre 4 këtu ti? Po. Kemi 4 vite bashkë? E po qarë vetulle, der vetulle. Sa e bukur, shikoni tani ndryshimin. E kuptoni se që bën Hana? Të rregullojmë në këta. Yes. Shikoni pak tani. Full, se u vesha unë bëra gati direkt. Hana, Pa. shumë faleminderit të lumshin doçkat. Unë këtë punë e bëj e gjetëm që kur ishim një orë për të parë, po 26 tetor 2022. Po. Kemi 3 vite e 3 muaj i bie. Jo, në muaj prill, maj. Jo, tetor ishte, tetor. Sigurt? Aha, tetor ishte. Ah, Tetor. Dhe shodhja. Kemi 3 vite e 3 muaj që njihemi, edhe që unë vi çdo muaj këtu, kam sjell mamin, kam sjell Aleksin, kam sjell edhe Emren. Po, Po, i pasur vetulla. Po, nuk i lyen Emreja se është djalë, po që i pastron edhe i ka pëlqyer edhe Emres shumë dora e Hanës. Mamit i ka ndal vetullat. Mamin që nuk ka patur vetullë, E kena bërë me vetulla. Po, mami tha, wow, do të që më mbush Jeti që ka të bëj dora dhe kur jeq, shumë. Unë s'lej njeri. Me vjen në jera thonë me prit dhe pak flokësh sepse të hec dora. Vërtet. Po. Unë nuk lej njeri pa thënë kush ka për bërë vetullat të veti pite Hana. Realisht. Edhe kanë ardhur disa nga ndikset e mia. Po. Ato të Instagrami se më kanë shkruar. Edhe sepse edhe më kanë thënë, janë shumë të mira. Kështu që Oh. gocat e mira janë ato që përveç se kanë pa, Po. ton realisht tregojnë të vërtetë që të kanë parë tek daja, sepse më pyes goca që janë për të parë këtu. Po, siç kam thënë unë që kam ardhur nga Fatimia kur kam ardhur atëre. Ciao. Ju përshëndesim. Tani ka ardhur momenti që unë t'ju tregoj gjën për të cilën luftova, qava, derda lot gjithë ditën. Ka ardhur momenti t'ju tregoj shtëpinë e pastër, shikojeni pak. Këtu kemi një Emrej që po luan PlayStation, FIFA. Kemi kuzhinën e pastër, janë ca molla atje që janë prishur duhet jetën në fakt nesër. Kemi këtu korridorin e pastër. Shiko s'ka skupuca s'dje. Tavolina e pastër me karigjet sipër, sepse fshiva dhe lava. Shikoni? Dyshemeja e larë, e fshirë, e pastruar. Hoqa bredhin, vendosa pufin. Kalojmë edhe pak nga tualeti, edhe nga dhoma. Ja edhe dhoma e pastër e gjitha. Ua, sa i lumtur jam, nuk e keni iden. Tualeti. E prit se e kisha ndezur të. Ja dhe tualeti i larë, i fshirë, i pastruar. Ju do thoni qiber e gjitha të roba dhe qarqafe më thetash. Një pjesë i futa atje brenda, një pjesë i futa këtu po se kam filluar akoma lavatriçen se s'janë tha robat akoma, ato qarqafet. Edhe një pjesë fatmirësisht dhe faleminderisht më tha një kushërir që hajde silli qarqafët këtej nga shtëpia ime sepse kam edhe lavatriçe të madhe, kishte 9 kishe, më duket mos gaboj. Kam edhe tharse të madhe, tha. Kështu që do të t'i laj unë edhe do t'i thaj unë qarqafët edhe kur t'jen gati do të them të vish t'i marrësh. Që e falenderoj nga zemra, më ka bërë nderin më të madh. Nuk e keni iden, domethënë se sa jam lumturuar. Edhe kështu iku kjo fundjavë. Besoj me kaq
do e lek këtë video për këtë radhë, nuk besoj se do filmoj më tepër. Do filloj ndonjë video tjetër. Shpresoj që të keni nxjerrë ndonjë mësim dhe ju nga kjo video, siç nxora unë mësim që mos të stresohem për gjëra idiote. Ama, mora vesh që edhe kushërila që i qova ato qaqafët, më tha, përpara se të blinte tharse, i linte robat 4-5 ditë jashtë edhe nuk thaheshin, edhe kishte qarë edhe ajo si puna time, se jemi që të dyja jemi shumë të fiksuara kështu pas pastërtisë, jemi manjake të pastërtisë. Edhe kur i thashun që i qava si budallaq, që madje e kam filmuar, më tha mua, ja, fiksin jetin gjebera dhe unë, tha, edhe pastaj fola me mamin me babin, tha, edhe më thanë ata me një tharse dhe vajta i mora i bleva. Edhe kështu tani, përpara se të largojmë, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në Instagram dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju pu dhe ju përqafoj të gjithë dhe mos e vrisni mendin pra zgjedhje si puna ime. Bye!